Jam me Besnikun nga Posriba, por që jeton në Londër, një aktivist i zellshëm pranë strukturave të Partisë Demokratike në Londër, i cili ka ardhur me bashkëpunu me strukturat e Posribës. Çfarë mesazhi ke për diasporën sot ti Besnik, meqense është e para që voton? Përshëndetje të gjithëve, përshëndetje Posribës, përshëndetje diasporës. O bëj thirrje të gjithë shqiptarëve, kudo që ndodhen, të votojnë për Partinë Demokratike, programin e Partisë Demokratike, rritjen e pensioneve për prindët tonë, rritjen e mirëqenies të sociale që paguajnë për ata persona që janë në nevojë. Minimumi i pensionit është 200 euro, që do të rritet me programin e Partisë Demokratike. Minimumi socialit që marrin sot personat, që marrin sot është 60-70 euro, do të shkojnë 200 euro. I lutem shqiptarëve, mirë prit në këtë program dhe votoni për Partinë Demokratike. I lutem diasporës, ndihmoni prind familjet të që të votoni Partinë Demokratike, programin e Partisë Demokratike që të ecë përpara Shqipëria. Ta largojmë këtë regjim, këtë shtet që ka kapur çdo gjë. Këtë shtet të korruptuar që e çoi shqiptarët të gjithë në migrim, gjithë të rinin e largojnë nga Shqipëria. I lutem votoni programin e Partisë Demokratike. Fitore. Me 11 maj vetëm Partinë Demokratike. Fitore.